Ngjarja e rëndë e paralajmëruar gjatë ditëve të fundit nga televizioni 6+1 Vlora, duket se është materializuar këtë të martë në zonën e Lungomares në Vlorë, duke rikthyer në vëmendje një problem serioz për sigurinë publike në qytet. Një qenë i racës pitbull, i dyshuar si papronar, ka sulmuar një vajzë të mitur vetëm 4 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, ku fëmia ndodhej së bashku me gjyshen e saj në momentin e sulmit. Si pasojë, mitura ka pësuar dëmtime në pjesën e kokës, duke krijuar një situatë alarmante për shëndetin e saj. Seiko Veliu është heroi i cili shpëtoi vajzën 4 vjeçare nga sulmi i pitbullit. Ai tregon se si ndodhi e gjithë ngjarja. Ishte me nënën, me gjyshen edhe me baban, me gjyshen tjetër, të dy bashkë. Qeni po kalon atje. Një doktor qeni i kapi kokën direkt. Vajta unë me shpejtësi, e ka pa e lidha komplet në zinxhir, që e lidha në shpejtë. Pa pronar, s'ka as pronar. Ishte rrugës. A i ka 3 ditë këtu për dalë, në kokë. Kokën e kështë për qanë. Ishte të me? Shpëtoj fati asaj edhe që ndodha unë në moment. A qeni ka gjithë ditën që në visë? Gjithë ditën a i vi për dalë. Ka i ditë me gjithë zinxhir kështë për dalë. Unë rasi e pa. E i pa lartë e patronin a i bëra një foto asaj. Keqen Gjaxhi i thashun, Gjaxhi Seko i thashun, Zoti të të bëj i thashun mirit, mbretëresh i thashun, edhe kaq. Si të quajnë? Mua quaj Seko. Menjëherë mbas incidentit, vajza është transportuar me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Vlorës, ku po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor nën kujdesin e stafit shëndetësor. Ndërkohë qeni që kreu sulmin është neutralizuar dhe mbajtur i lidhur, ndërsa pritet që autoritetet policore dhe strukturat përkatëse të marrin në administrim për ta dërguar më pas në një qendër të specializuar për trajtimin dhe mbrojtjen e kafshëve. Por ky nuk është një rast i izoluar. Burimet bëjnë të ditur se vetëm një ditë më parë të hënën, disa turistë të huaj janë sulmuar gjithashtu nga qenë endacak në të njëjtën zonë të Lungomares. Këto incidente të përsëritura kanë rritur ndjeshëm shqetësimin mes qytetarëve dhe bizneseve lokale, veçanërisht në një periudhë kur Vlora pret një fluks të shtuar vizitorësh. Prania e qenëve endacak është kthyer në një problem të vazhdueshëm në qytet, të shpërndarë në shumë zona urbane, ata veçanërisht të dukshëm në hapësirat publike dhe zona turistike, ku lëvizja e njerëzve është e dendur gjatë gjithë ditës. Lungomarja si një nga pikat kryesore të shëtitjes për banorët dhe turistët është ndër më të prekurat nga kjo situatë. Qytetarët shprehen se sjellja e qenëve është bërë gjithnjë më agresive, sidomos kur ata lëvizin në tufa. Sulmet e papritura sipas tyre janë bërë më të shpeshta dhe të rrezikshme, duke krijuar një ndjenjë pasigurie të përditshme. Rreziku është bërë edhe më i madh për fëmijët, të cilët shpesh luajnë në ambientet e hapura pranë detit apo në parqe publike. Për shkak të moshës dhe pamundësisë për të reaguar, ata janë më të ekspozuar ndaj sulmeve të tilla. Situata rëndohet edhe më tej nga periudha e shumimit të qenëve, gjatë së cilës ata bëhen më territorial dhe më agresiv. Kjo fazë biologjike rindjeshë mundësinë e incidenteve, sidomos në zonat ku ka mungesë kontrolli dhe ndërhyrje nga institucionet përkatëse. Ngjarja kësaj të marte, ku qeni sulmoi vajzën 4 vjeçare, së bashku me incidentet e raportuara një ditë më parë, ku sulmuan disa turistë të huaj, ka ngritur alarmin për nevojën urgjente të marrjes së masave konkrete. Qytetarët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme nga autoritetet vendore për menaxhimin e qenëve endacak, garantimin e sigurisë publike dhe parandalimin e rasteve të ngjashme në të ardhmen.